Të dashur dashamir të librit në panairin e Gjeneves, i cili mbahet çdo vit nga data 19 deri me 23 mars. Mirë se vini në këtë librari shqiptare ku autor të ndryshëm nga Shqipëria, Kosova dhe diaspora prezentohen me veprat e tyre, qoftë në gjuhën shqipe, qoftë edhe të përkthyera në gjuhë të tjera, anglisht apo në gjuhën frenge. Por shikuesit e Alpsfis, sot prezentojmë autorin nga Prishtina, zotri Enver Dugolli, i cili vjen me veprën e tij Qark i pambyllur burgjesh në gjuhën shqipe, i cili gjithashtu është i përkthyer edhe në gjuhën frenge nga përkthyesi Sebastian Griku, i cili po ashtu është me ne. Ju falemderit shumë për vëmendjen e juaj dhe pa humbur kohë i japim fjalën zotri Enverit. Dua të them se General Wellesley Clark shkruan pas leximit të librit të Enverit se Enver Dugolli rrëfen një histori me rëndësi mbi familjen, guximin dhe patriotizmin. E që për mua ishte vërtet kthjelluese, veçanërisht tragjike janë ngjarjet e burgut të Dubravës, gjërat të tmerrshme ndodhin në luftë dhe më së shumti prej gabimeve. Libri i Enver Dugollit përfshin masakrën e Dubravës nga 19 deri me 24 mars të vitit 1999. Zotri Enver, mirë se erdhe në Panair. Mirë se gjej, falemderit shumë për këtë mundësi, falemderit organizatorit, falemderit edhe për jush zonja Mirisha, falemderit prej bashkëdhetarëve tonë që kanë ardhur këtu që të prezentojnë, pra të jenë prezent në këtë prezentim të librit, në këtë panair ndërkombëtar. Për mua është një nder dhe kënaqësi i veçantë që të jam pjesë e këtij panairi me këtë prezentim pra për librin. Falemderit gjithashtu edhe përkthysit dhe mikut tim Sebastianit, i cili e ka përkthy librin tim në gjuhën frenge, e ka përkthy me dashamirësi dhe krejtësisht në baza vullnetare, humane, për të hedhur dritë mbi ngjarjet të tmerrshme, ngjarje tragjike nëpër të cilat ka kalu populli ynë. Libri është botuar fillimisht në gjuhën shqipe nga shoqata burgosur politik në vitin 2019, ndërsa është ribotu në 2023 nga Zenit në Tiranë, gjithashtu është botu në gjuhën frenge, po ashtu edhe në gjuhën angleze. Tash për librin, mua nuk me bie shumë të flas për shkak se janë lexuesit ata të cilët do të duhet ta vlerësonin dhe ta jepnin perspektiven e tyre, por mund të them se nuk ka qenë fare lehtë për mua si dëshmitar, si i mbijetuar i masakrës së Dubravës, që ta shkruaj këtë libër. Mirë po, më në fund të mora guximin që të hedh në letër gjitha ato dëshmi për t'i bërë të ditura për publikun, për opinionin dhe për të jap një kontribut timin gjithashtu për të ngritur idenë edhe për të sqaruar idenë se populli shqiptar ka bërë luftë çlirimtare, populli shqiptar ka qenë viktim e agresionit, viktim e planeve gjenocidale të Serbisë dhe padyshim se ngjarjet të cilat kemi kalu në burgun e Dubravës i plotësojnë të gjitha kriteret e parashikuara me konventa ndërkombëtare që Serbia të shpallet shtet i cili ka kryer gjenocid ndaj shqiptarëve. Momente shumë interesante janë edhe momentet që përveç tregimeve apo rrëfimeve dëshmive që i jap me argumente, me dëshmitar, me emra dhe mbi emra, janë edhe disa çështje të cilat flas pra për figura historike, për figura që kanë ndryshuar njëherë për gjithmonë historinë e shqiptarëve, siç është rasti takimi me kryekomandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jasharin, Hamzen dhe bashkëluftarët e tij, të cilët i takoi në vitin
1992, por se zën vend në këtë libër për shkak të ngjarjeve që zhvilluan pas rrëmjes së tyre heroike në epopen e ushtrisë shërbimtare të Kosovës në Prekaz. Gjithashtu flas edhe për figura tjera publike e historike ku nuk bën të mos ceket edhe takimi me filozofin, patriotin dhe veprimtarin e paepur të çështjes kombëtare, Ukshin Hotin, të cilin e takoj në burgun e Mitrovicës së Sremit, bashkëbisedojmë dhe për një kohë të caktuar i ndajmë të gjitha ato vuajtje, të gjitha ato sakrifica së bashku, jo vetëm me Ukshinin, me Bacenuk, por me shumë bashkë vuajtës të asaj kohe. Flasë edhe për figurat e tjera, figura politike, tash si që është kryeministri Kurti, të cilin gjithashtu nuk e kisha njohur më parë, e kam taku në burgun e Nishit, gjithashtu edhe për shumë bashkëvojtës e veprimtar të cilët në periudha caktuara ishin të burgosur politik dhe me kontributin e tyre, me atë konsistencën e tyre arritën që ta sjellim Kosovën në stadin ku veç se kulmoi me luftën e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Nga armata gjermane, generali Joachim Hoppe thot pas leximit të librit se qarki i pambyllur Burgjës, libër tepër i veçantë, kush e lexon nis e shef botën me sy tjetër. Libri e Enver Dugollit më ka tronditur, thot ai, pikëlluar e lën pa fjalë. Dhe njerit më ka hapur syt mbi marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës e për të shquar më qartë kush ishin dhe ende janë autorët dhe viktimat e luftës apo të masakrës e Dubravës. Zotri Enver, i kthehemi librit dhe dëshmive që ju keni mbledhur, sa ishte e vështirë për juve pas gjithë asaj eksperiencë në përburgje të ritakoni shokët e burgjeve dhe të përmbledhni, do të thotë, në një libër historik atë ngjarje. Për të shkruar një libër tillë nuk është edhe e lehtë, për shkak se duhet nga distanca kohore që ti rikthesh të rikonstruktosh të gjitha ato që kanë ndodhur asaj kohe, prandaj nuk është fare e lehtë, nuk është edhe tani e lehtë kur takoj miq e shok këtu që kanë ardhur të marrin librin e të takohen me mua, ku kemi edhe bashkë familjar të shokëve që kemi kalu në ato ditë të vështira në burgjet edhe kazamatet serbe. Prandaj falenderoj edhe një herë që kanë ardhur shumë miq e shok të çështjes kombëtare, të cilët në periudha të caktuara po i kanë ndarë fatin, pra me shumë miq që kanë kalu vite të tëra në burg. Faleminderit gjithashtu, dua ta falenderoj edhe djalin e kryekomandantit Lulzim Jashari, i cili gjendet po ashtu në këtë panair, ka ardhur si mysafir pra në këtë panair. Falenderoj edhe shumë miq e shok që kanë ardhur pra nga të gjitha viset për qenë pjesë e këtij evenimenti. Thashë nuk është e lehtë që të rikthesh në memorie, të rikthesh gjitha ato ngjarje, por kam konsideruar se është më mirë edhe për brezin e ri, i cili duhet që mos të harron nga ku kemi ardhur, mos të harron nga cilat vështirësi e cilat peripeci kemi kaluar. Prandaj ky kontribut imi edhe si dëshmitar, por në këtë radhë edhe si autor, i dedikohet shokëve të rënë e shokëve që nuk janë më në këtë jetë. Prandaj mirënjohës pafund për gjithë ata njerëz që sakrifikuan me dekada për shkak se liria e Kosovës
historia jo nuk është e shkputur, nuk mund tjetë asnjëherë e shkputur. Brezat e tërë kanë kontribue, kanë sakrifiku për lirinë e Kosovës dhe asnjëherë nuk jam i prirur që të sekuenca të caktuara të dramës son për liri të shkputen e të flitet me vlerësime të ndryshme, por tentoj që si një dëshmitar i asaj kohe të flas me përgjegjësi të plot se historia jon është mënyrë të vazhdueshme edhe rezistenca, konsistenca, sakrifica është e vazhdueshme. Një libër me përmasa të tilla historike i përkthyer edhe në gjuhën angleze dhe frenge, siç e tham më herët, sa është mbështetur nga institucionet shtetërore që ta shtyni përpara historinë e popullit shqiptar. Shteti ynë është një shtet i ri dhe unë mendoj që jemi ende larg asaj që duhet bërë. Nuk është bërë sa duhet, pra në mbledhjen, grumbullimin dhe faktimin e gjitha atyre që do të duhej të ishin lajmotiv pra për gjithë ne që të mbështesim, të botojmë, të shkruajmë, të mbledhim fakte, por unë mendoj që këto nisma që kanë qenë individuale do të duhej që t'jenë një shembull i mirë edhe një shtyes për gjithë ata që e konsiderojnë se liria e Kosovës ka nevojë që të mbështetet edhe tani për shkak se jam i prirur të besoj që nuk është kryer gjithçka. Serbia duhet të bëhet tulet në bankën e të akuzuarve, Serbia duhet t'jap llogari për ato që i ka bërë, Serbia duhet dënuar për genocidin që ka kryer ndaj shqiptarëve dhe këte nëse nuk e bëjmë ne, nuk mbledhim ne argumente, nuk koordinohemi, nuk bashkëpunojmë me njëri tjetrin që t'i mbledhim, t'i sistemojmë gjitha këto fakte, atëherë mos presim se dikush tjetër do t'a bën. Prandaj, tani, siç ka qenë detyrë e veprimtarëve të mëhershëm që ta kryejnë punën e tyre, sakrifikojnë, të luftojnë, të dergjën burgje të ndryshme serbe me dekada e shekuj, është detyrë pra e vazhdueshme e jona që të mbledhim faktet, të argumentojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe ta dëshmojmë të vërtetën. Prandaj, kontributi i miqve tonë, në këtë radhë i miku tim Sebastianit dhe për gjuhën frenge një mike të madhe të shqiptarëve skocezes Aleksandr Qaner që e kanë përkthyr në mënyrë vullnetarisht, pa asnjë shpërblim, pa asnjë kompenzim, është një sinjal që na bën, do duhet na bën koshient që kemi miq, kemi njerëz që janë të gatshëm që të kontribuojnë për të vërtetën, por vetëm se duhet edhe më shumë që të insistojmë që institucionet tona këto përpjekje individuale të institucionalizojnë dhe të bëjmë dal nga dal atë punën e madhe që do duhej ta bënim që ta akuzonim Serbinë për gjenocid. Ky libër në fakt është edhe një akt akuzë për Serbinë. Sepse une në para 2 vitesh ju kam drejtuar edhe gjykatës speciale ndërkombëtare pra që është në Hagë që po vepron pikërisht për masakrën e Dubravës dhe këtë libër në anglisht ja kam dërgu edhe prokurorit që ta ketë si material, si argument për ngritjen e akt akuzës, për fillimin e hetimeve, për shkak se shqiptarët kanë bërë luftë çlirimtare dhe jo nuk kanë qenë as agresor, as nuk kanë qenë kriminal. Ne kemi bërë luftë çlirimtare dhe viktima jemi ne, shqiptarët. Prandaj, edhe me të drejtë ju kam drejtu
edhe prokurorit special të gjykatës dhoma specializuara që të ngrit akuzat, fillon hetimet për masakrën e Dubravës. Këtu desha ta lidh edhe mendimin e Ana Di Leilon nga Universiteti i New Yorkut, e cila pas leximit të librit thot se pikëllues dhe frymëzues, qark i pambyllur Buxhesh, zë një vend të veçantë ndër memuaret më cilësor mbi burgimet në mbar literaturën evropiane. Desha të lidh me këtë citim, është hera e pare juaj që merrni pjesë në këtë panajër prestigjioz dhe a mund të na flisni pak për eksperiencën e juaj dhe mbështetjen deri këtu? Thash në fillim që unë nuk njihem si njeri i letrave, nuk njihem si autor i shumë libra, është libri i parë që kam shkrua, edhe besoj që ja kam arrit qëllimit me vetë faktin se është libër dëshmi. Pra, unë jam dëshmitari që po dëshmoj. Unë jam dëshmitari që po tregoj se çka kemi kaluar edhe në për cilat vuajtje e sakrifica kemi kaluar. Natyrisht që mbështetja dhe inkurajimi i miqve me këto fjalë miradije për librin tim, për librin që është botu edhe në franglisht edhe në anglisht, janë një shtys i madh i imi dhe që të mos ndalem e të pjesë e këtyre prezantimeve në çdo moment, në çdo situatë që mund të jem i pranishëm, i qasshëm. Prandaj falenderoj organizatorët, ju falenderoj gjithashtu ju që keni qenë ajo adresa kryesore që na keni mundësua dhe na keni ftuar që të marrim pjesë në këtë prezantim. Uroj që prezantimet e tilla, promovimet e tilla të ndodhen edhe në qendra të tjera dhe në vende të tjera dhe në evente të tjera, për shkak se e vërteta mbetet e vërtet, por nëse nuk shfaqet para publikut, ajo e vërtet mund të shuhet si e pa thënë e si e pa ndodhur. Prandaj ne kemi nevojë shumë për mbështetje të secilit dhe ftoj pra njerëzit me ndikim, njerëzit që janë të gatshëm që të japin kontributin në këtë drejtim, që të bëhen pjesë e këtij tregimi, të bëhen pjesë e kësaj përpjekje për të vërtetën. I kthehemi tani pak për kthyesi të librit. Zotri Gricourt, bienvenue, bonjour. Mirë se erdhet në mesin e librarisë Lize Bokstore. Do të kisha dashur me njëherë t'ju pyes cili ishte motivi juaj që të përktheni këtë libër. Faleminderit mbas pari, faleminderit shumë edhe për ftesën. Motivi im kryesor ka qenë se ndoshta sepse po luftojmë që disa vjet në një botë ku shumë të pavërtetat qarkullojnë edhe vërteta është vështirë të imponohet. Edhe më duket bile edhe më shumë këto vite të fundit. Aty janë dëshmi të fuqishme, nuk janë vetëm dëshmi për masakrën, çka më ka interesuar mbas pari, janë edhe ato vitet 80, vitet 90, për të cilat zakonisht ndërkombëtarë që vinë në Kosovë nuk kanë asnjë ide çka ka ndodhur dhe pse u bë lufta. Edhe aty është një vlerë shtesë të librit të Enverit që vetë përmes rrugtimit të vet si aktivist e përshkruan një shoqëri të mbyllur, të burgosur. Kjo më kishte motivimi i parë. Motivimi i dytë është që në fakt unë prej 97-ës kam qenë përkthyes dhe delegat të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, edhe është një rastësi interesant që gjendemi sot në Gjenevë, ku është vetë selia e KNKK-s e cila më kam punësu, edhe të merrem si misioni im i parë me të burgosurit politik në Kosovë si në Serbi. Edhe në fakt Enveri në burg e kam njoh, njerëz që i ka përmend më herët e kam takuar edhe në burg për herën e parë. Edhe për mu është sikur ai ka qenë vështirë me siguri ta shkruaj librin, edhe unë si përkthyes pak, sepse ju thënë të drejtur pas çlirimit Kosovës,
Misioni ynë i parë si kryshikun ndërkombëtar ka qenë të viziton burgun e Nishit. Edhe prej verës në 19 i ka marrë dëshmit e para, me 10 dëshmi, për çka kishte ndodhur në Dumbrav në maj. Edhe në fakt, unë për 3 muaj, ne nuk kemi ditë fare çka kishte ndodhur në maj. Në fakt kemi gjetë në burgun e Nishit njerëzit ende të plagosur prej masakrimit. E kemi marrë vesh emrat e atyre që kishin vdekë, që ishin vrarë. Do me thënë, e ka marrë 10 dëshmi prej ditës parë të vizitës në Nish për masakrën në burgun e Dumbravës. E unë prej asaj dite kam ditë që patjetër kjo duhet të dalë në shesh, sepse në fakt kishte mbet shumë i fshehur dhe shumë i panjohur. Kjo ka qenë motivi im kryesor. Faleminderit. Po anës që të mireni me vetëm me përkthimin emocionalisht në aspektin human, çfarë ju ka prekur më së shumti, mund të dalloni ndonjë ngjarje? Më mirë të mos i përshkruaj edhe i ftoj njerëzit ta lexojnë, sepse më ka ndodhur nga njëherë edhe në për televizion në do shfaqje, po më pyesin për atë kohë. Por unë vetëm ka qenë përkthys. Jam një dëshmitar, po jam një dëshmitar i largët. E unë besoj që secili i burgosur e ka përjetuar në mënyrën e vet. Janë shumë gjëra që sigurisht as Enveri, as tjetër kush nuk e shkruan fare, sepse janë gjëra më intimi, më të vështirë. I takon secili njeri që e ka përjetuar me tregu çka dëshiron ai me tregu. Por unë më mirë mos të tregoj, sepse në fakt nuk kam qef shumë as unë me fol për çka kam mësuar në atë kohë prej dëshmive që më kanë dhënë njerëzit. Cilat kanë qenë vështirësitë apo lehtësitë gjatë përkthimit të librit? Vështirësitë kanë qenë pikërisht ato që ishin më emocionale. Por nuk është që ka qenë një vështirësi veçantë përveç atyre. Faleminderit. A mund të pas përkthimit të librit të Enverit, ju keni përkthyer edhe më herët që publiku shqiptar të njihet me ju libra të autorëve shqiptar, apo është i vetmi Enveri? Jo, në fakt, unë me përkthimet jam marrë prej viteve 90, po atere e mëra si stërvitje, si një trajmit të vetëm, se usha banus në Tiranë, privatisht, edhe për të mësuar gjuhën, kur isha i regjistruar në Francë, prap në Shqipëri, u stërvita me disa autor të Shqipërisë, po jo të botuar, jo për t'i botuar, po vetëm për të mësuar gjuhën. Por botimi i parë, shkrimtari i parë që kam përkthyer, që kam botuar, ka qenë Qerem Basha nga Kosova, në 2018. Është një autor i Kosovës për teatri Jeton Neziraj, që e kam përkthy disa herë. Janë Zia Qela i Shqipërisë, Luan Rama i Shqipërisë. Tash e kam së shpejti Aga Poloni që vjen pak më vonë, një fije shprese, një fije shkrepse që flet për të zhdukurit. Kam romanin Bashkim Hoxha që flet për shtëpinë e verdhë, më thënë për gënjeshtrat e shtëpisë së verdhë. E kam përkthyer tash po lyp një botus. Kam libra të tjera, do shta i haroj, po një 7-8 e kam bërë, po kam bërë edhe një libër për Kosovën, një 2014, ku për hir të propagandës serbe, që kishte bërë në shtëpinë Fajar në Francë, një libër propagandistike të Serbisë, unë vetë e mora përsipër një libër që kam përmbledh 30 francezë që kanë punuar në Kosovë, edhe kam bërë si libër të përbashkët, një libër pozitiv për Kosovën. Ky libër ka qenë i pari faktikisht, libri që kam botuar, pastaj kanë qenë përkthimet. Shumë faleminderit në emër të gjithë popullatës shqiptare që jeton në Gjenevë. Tani pa humbur kohë, i kemi 10 minuta në dispozicion, nëse keni pyetje, u kaloj pa komente, vetëm pyetje se është tjetri autor në radhë. A ka pas raste në burgun e Dubravës që dikush ka bo vetë vrasje duke mos munduar të përballë presionin e madh? Faleminderit shumë për pyetjen. Zotë Ali, vllai juaj ka qenë bashkë me mua në burgun e Dubravës edhe në burgjet serbe pro Audiu, të cilin e përshëndes nga këtu. Edhe është një dëshmitar i gjallë që dëshmon edhe ai të njëjtat. Për mu lidh me pyetjen, kisha dashur që ta ilustroj pyetjen kështu. Njerëzit që nuk e kanë përjetuar masakrën e Dubravës, gjitha ato
tortura në për cilat kemi kalu, kur ta lexojnë librin kanë me thënë që nuk është e mundun. Si është e mundur që të ketë këso ngjarje, këso tregime të tmerrshme, edhe do t'i duken sikur gjëra që janë të stërmadhume. Dhe perspektiva tjetër është njerëzit që e kanë përjetu këtë masakër. Ata do të thojnë me të drejtë që nuk janë thënë të gjitha. Dhe me të drejtë e tha edhe Sebastiani që nuk janë thënë të gjitha. Pra shumë çka e tmerrshme ka ndodhur që edhe po të shkruhen me mia faqe, është e pamundun që të përshkruhen të gjitha. Po, ka pas njerëz që kanë bërë edhe vetvrasje në burgun e Dubravës, nuk kanë mund ta përballojnë atë skenë të tmerrshme ku nga çdo kënd që silleshe shihje të njerëz të vrarë, të masakruar, të ekzekutuar. Dhe po 2 veta e kanë vendosje të bëjnë vetvrasje, vetvarje dhe s'kan mund ta përballojnë atë situatë tepër tragjike të cilën kemi kaluar. Atëherë këtu e po e përfundojmë, shkaku i kohës, është shumë vonë se kemi autorin tjetër. Ju kisha lutur të gjithëve me që librat i kanë sjellur nga Prishtina, mos lejoni që ato të kthehen sërish në Prishtinë, merrni ato, shfrytëzoni rastin dhe ti leni trashëgim edhe të rinjve të tjerë në bibliotekat e shtëpisë. Ju falemnderit shumë. Falemnderit.